presin përsëri. Veriu ka vetëm një zgjidhje politike. Nuk ka atje zgjidhje policore ushtarake. Zgjidhje policore ka për kriminalët, për banditët, ata duhet me njekë në çdo rast. Ata njekën se cëllën komunë. Po ko është pyetje qeverisja. Qeverisja duhet me respektu parimet e legitimitetit, legalitetit, edhe ata që dolin nga vota qytetarëve. Unë shpresoj se veriu përfundimisht duhet të hiqet si kartë elektorale, sepse nuk fituan mos zgjedhjet me veriun, as nuk kanë me fituar kësaj radhe. Unë besoj se kësaj radhe nuk do të ketë kur farë impakti esencial në rezultatin e zgjedhjeve. Nuk pajtohem me Batonin që tha jo ekonomia, jo çmimet. Unë mendoj se ajo që tash ne përqyjm ish opozit, duhet fokusohet në mënyrë esenciale pikërisht në këto probleme. Mirë, ja ku jemi. Po, këto probleme. Sepse në këtë vend nga dita në ditë jeta po bëhet e padurueshme. Për pjesën më të madhe të njerëzve. Çmimet, energjia. Kish pas qef sot me pas në trasdier veri atje. Diçka fare dramë. Është lajm i mirë për Kosovën se atje gjithçka ka shkuar në rregull. A do të jemi në gjendje me trajtu këtë problem në mënyrë racionale edhe me dhënë zgjidhje mbetet të shihet. Çon mendoj që tema kryesore, ndoshta edhe vetmja e Albin Kurtit për zgjedhjet e 28 dhjetorit është lista serbe. Domethënë, ky njeri ka investuar tash 5 vjet edhe ka fryrë artificialisht këtë temë për me orën e rezultat e me qenë politikan i fuqishëm. Nëse nuk do të kishin problemet në veri, nuk mendoj që Kurti do të ishte politikan i fuqishëm, sepse gjendja ekonomike, problemet reale të shoqënisë kosovare, vetvendosja nuk mundet me i zgjidh, nuk ka as plan program, nuk ka as ide, edhe nuk flet për to as në fushatat zgjedhore. Këtë çka i mbetet është me i fol për verën. Ajo që ndodhi sot mundet me kanë dita e parë e nisjes të kthimit bumerang të një teme që ti 5 vjet e fryn artificialisht. Ajo ka një betim në baza të rregullta. Tankuan deputetë e listës serbe në kuvendin e Kosovës, janë betu para Republikës Kosovës, nuk ka ndaj fitore, sado që pat eksponent pushtetit që ndeshtën me shtyp përpara që fotografia Vjosa Osmanit, që flamuri i Kosovës, nuk pa diçka pazakont, jashtëzakonshme, e drejtë e tyne me propagandu nëse mund me bin dekan, po unë mendoj që ajo që ka ndodhur këto vite në veri, ku ti je përpjek përmes vëzimit temit edhe Erden Atiqit me tregu forcë, fuqi, edhe mi projektu si njerëz që janë kryetar real të asoj zone, ku Luli pa të përfundu të thoma një kene vë respekt për Koroshën për Facebook që ka gjendë që nuk ka pos as pjekuri e nuk ka qenë as i vetëdijshëm në çfarë zyre kanë qu. Këtë tjetër Erden Atiqi e poshtë një vedo para 3 dite. Një dokumentar ke i huj, ndërkombëtar, edhe e qilë dritoren Erdeni, edhe e shen një qytetar të shqit lakna pra komunës. Edhe i thët një zyrtarit komunës me dorë, se tash mba men që aja po me shfoqët, thët hej shef, që kë me lakna prej nesër mos tjetë ma atë, do më thonë, kështë me dhe me këtë që po bona në veri, pi luftojna bondat e lakna. Tash ti më nuk mi thonë qytetarët e Kosovës, që Erden Atiqi luftojnë bondat, ai mundet me i luftu veç një shqetës të lakna në Mitrovicën veriore. Lëzim e timin. Nuk është personi që i lufton bondat kriminale në veri. Po të thuhet ashtu. Saktë, vjen teknikisht. E tash, kjo pomjet ka thënë që ajo ka qenë një balan, ka qenë artificiale. Tash sa arrin qytetarët me kuptuar çështje e partive politike me jasë sqaru sakt edhe me tregu që tema e veriut i ka shkaktuar dëmë e Kosovës për kur gjaheq, ki sankcione, ki mosa, edhe po vjen një datë saktune edhe njerëz me flamërser po festojnë edhe si kur gja kërkujna. Tash, këtë ku, para zgjedhjeve, tash, lista serbe ka njës këtyne pak një shkatërderë, se me një anë thojnë, nuk duhet me regjistru si parti politike, jelëshojnë sa mi kur të ishin me bërtit, e mi bërtit edhe gazetarve, me bo skena, me bo show, me që lojmin për para, edhe votojnë kundër certifikimit sona, se janë terroristë, janë kriminella. Në anën tjetër thonë e respektuan flamurin e Kosovës. Kriminalat ose votimi që ishte në fushë Kosovë, që ishte. Tash kjo nuk ka sens, Leo. Qysh kriminalat e terroristat të respektuan flamurin e Kosovës, a?
Pros pas ka arsye se me kurteshi me i decertifiku prej pjesëmarrjes në qytetje. Në anën tjetër del Valen Prebrezan në Fushë Kosovë, kryesuesin e kuvendit komunal e voton me ndihmën e listës serbe. Përfaqësuesi i listës serbe voton për antarit të vetëvendosjes. Domethënë bashkëpunimi këta e bojnë. Edhe në momentin kur na kemi raportuar për këtë rast, del Valen Prebreza atë nuk ka kur gjatë keqe që ka votuar e listës serbe. Po brezotni për 5 vjet në ke hub të kallëzu që kush bashkëpunon me listën serbe është të bashkë. Në situatë normale, këtë deklaratë e ti shkon shumë normale. Po, ti këto 5 vjet me thonë kush të bashkëpunon me listën serbe, nuk do të më votu. Do të më çunë burg, është kriminal, është bandet, është këto, është këto. Tash, po thu, nuk ka kur gjatë keqe. S'na ka dhënë për fillimin që s'ka kur gjatë keqe. Okej. Bleran, apo më dëgjon? Po, përshëndetje. Çuçipove votimin, pra inaugurimin e kryetarëve të ri të komunave, betimin që dhanë sot, dhe këtë kjo në një kontekst të 4 vjeqarit, pra i cili për Kurtin ka qenë shumë i rëndësishëm veriu dhe shumë të rëndësishëm ata kryetarë që mbetën shqiptarë aty dhe pse i kishin ka 70 vota. Po, shikoj, nuk është që kam në mendim ma të thellë dhe ma të informuar se panelistat që i kena aty, po mendoj që veriu ka qenë më shumë të justifikim elektoral për Kurtin, nuk on që ka ndodhur diçka që s'e kena prit sot, po as nuk mendoj që le të themi duke informuar publikun ka me ndryshuar për kuptimin e tyre se çka ka bëu domethënë vendosja apo qeveria Kurtin veri. Unë mendoj që shumë pluhur i panevojshëm është ngrit, nuk ka dyshim. Duhet mos me mohu kurse si që s'po për perspektivës time, çka kom po dhe çka shoh, çka ka mujt me lexu le të themi me përcjell prej distancës, ka pas progres të dukshëm në veri në disa fusha, si të ana e rrymës apo ta diun me këto bitcoina që kanë bërë tjera. Mirë po, esenciale është që mbi një kauz që është stërmadhuru, edhe është politizuar dhe është kriju një tem polarizuese, kanë ngel anash pastaj, janë anashkalu gjitha këto temat më të rëndësishme që i takojnë një qeveri. Për shembull, nëse flasim për qeverinë Kurti dhe veriun, s'po po mundemi me një debat, a ka bërë diçka ajo dhe a jemi këtu pikën zero apo ka pas respektim të institucioneve të tjera. Po ku nuk mundemi me debat, sepse është e qartë si që nuk do ka dhaus, është qeveria Kurti s'ka bo absolutisht asgjë në arsim, domethënë kemi zero progres, nuk ka bo absolutisht asgjë në shëndetësi, kemi pothuajse zero progres, në disa aspekte kemi edhe regres, edhe nuk ka bo kurso në ekonomi. Tash rritje ekonomike pak ndoshta ka pas, po kjo ka ardhur më shumë prej sektorit privat me fuqitë vetanake, sidomos për shembull sektorin e teknologjisë, ku rritja ka ardhur si rezultat i aktivitetit shtuar dhe suksesit të sipërmarrësve ose të ndërmarrësve, një ashtu edhe ata të tjerë që kanë filluar me gjetë tregun e jashtëm. Nuk e di domethënë pse a vlen me fol për veriun se në fundit që kjo është tema që më shumë dikon me veriun, Bleran, edhe cilat janë parashikimet tuaja për 28 dhjetorit, kom parë në Facebook që ko pas kohë ki paraqit edhe matje. Fakt, me çfarë tema, për shkak se Batoni foli pak për këtë temë, për këtë çështje, me çfarë tema fitojnë zgjedhjet e 28 dhjetorit? Batoni ngriti një